Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë të nderuar vëllezër dhe motra në fragmente nga jeta e të dashurit ton, të dërguarit Allahut, më të mirit krijes, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është nder për ne që të flasim për jetën e këtij njeriu që është njeriu më i afërt dhe më i mirë që Allahu i madhëruar bashkë me të dërguarit e tjerë, të zgjedhurit e Allahut të madhëruar, të cilët i dërgoi tek njerëzit për t'i nxjerrë nga errësirat në dritë. Dhe kemi detyrë dhe obligim të mësojmë për këtë të dërguar dhe ta ndjekim atë në mënyrë që të arrijmë këtë dashuria e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Thuaj, nëse ju vërtet e doni Allahun, pra pretendoni, e keni fjalë, e thoni fjalën që e doni Allahun, atëherë vërtetojeni atë duke më ndjekur mua, që Allahu t'ju doj. Pra, nëse je i sinqert në fjalën që thua, që unë e dua Allahun, vërtetoje këtë duke ndjekur urdhrat e tij dhe duke ndjekur të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. E lam ke lindja kur ka lindur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është saktuar që ka lindur ditën e hënë. Dhe është saktuar që ka lindur në vitin kur ndodhi ngjarja e elefantit. Dhe e ka transmetuar hadithin Muslimi nga Ebi Qatade se një beduin tha: "O i dërguar i Allahut, çfarë thua për agjërimin e ditës së hënë?" Tha: "Ajo është dita që kam lindur dhe më është zbritur shpallja në të." Pra, hadithi e vërteton që i dërguari i Allahut, aleikum selam wa rahmatullah, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka lindur në ditën e hënë. Transmeton Bejhaqiu nga Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma dhe thot gjithashtu, transmeton pra dhe Khalife ibn Khayyat, jo më fal, nga Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu thot: "Ka vdekur babai i tij Abdullah dhe ai ishte në barkun e nënës. Jo më fal, kjo është gabim, domethënë nuk po e qartësoj, gjithsesi ka
ka qenë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam jetim me të gjithë kuptimin e fjalës, dhe babai i tij ka vdekur ndërkohë që ai ishte në barkun e nënës së tij. Për ditën se kur ka lindur dhe muajin, ka lindur në muajin Rabi el-Awwal. Kjo është muaj arab që e masin kohën me muajt hënor. Dhe është e njohur ke shumica që ka lindur në ditën e 12 të këtij muaji. Por të gjitha argumentet dhe gjitha ato që kanë ardhur hadithet në lidhje me këtë, asnjëra prej tyre nuk është e saktë. Edhe që të mund të themi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lindur në ditën e 12 të muajit Rabiul Awwal. Ma e sakta, thot Sheikh Albani, që mund të themi për këtë, është fjala e një tabiini, quhet Jubair ibn Mut'im, Allahu e mëshiroft, edhe ai është tabiin i nderuar dhe jati i tij është sahabi i nderuar. Ma e sakta nga të gjitha këto është fjala e këtij tabiini që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lindur në ditën e 8 të këtij muaji, pra muajit Rabiul Awwal. Pra kjo është fjala më e afërt, sepse është fjala e një tabiini të nderuar, i biri një sahabit nderuar. Që ta dini pra që në këtë çështje nuk ka asnjë argument të saktë. Dhe ata që me që erdhi rasti e festojnë datëlindjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në radhë parë nuk kanë argument sakt dhe nuk e dinë sakt përveç kësaj fjale që tham, që është fjala e tabiinit nderuar. Dhe e dyta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka festuar ditëlindjen e tij, sahabët nuk e kanë festuar ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tabiinët nuk e kanë festuar, pra as shekulli parë, as shekulli dytë, as shekulli tretë. Kjo ka ndodhur në shekullin e 4 në duart e shiave, të cilët ishin shiat Fatimi, të cilët sunduan Egjiptin në atë kohë dhe i shpikën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam festimin e ditëlindjes. Po ashtu festuan dhe ditëlindjen e Aliut, Fatimës, Hasanit dhe Husejnit. Pra kjo është origjina e kësaj, me që ra rasti për ta përmendur. Ngjarjet të cilat kanë ndodhur në lindjen e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam transmetohet nga Muhammad ibn Ishaq, nga Hasan ibn Thabit, ka thënë: betohem në Allahun, unë kam qenë djalë i logjikshëm, pra kam qenë djalë që kuptoja pra isha 7 vjeç apo 8 dhe kuptoja çdo gjë që më thuaj. Kur dëgjova një jehudi të thërriste me zë të lartë mbi atë manastirin e tij, atë vendin e adhurimit të tij, pra sinagogën e tij, pra në një vend të lartë, në një ndërtesë të lartë, hipur mbi të, në Yathrib, pra në Medinën e sotshme. O ju jehudi, pra thirri, o ju jehudi, derisa u grumbulluan dhe i than atij: si është puna? Tha: ka dalë sot ylli i Ahmedit, i cili ka lindur. Pra, ky sahab thot: unë kam qenë
djalosh i vogël 7 ose 8 vjeç dhe i mbaj mend dhe logjikoj çdo gjë që kam parë dhe kam dëgjuar. Në këtë kohë thot, hypi ky jehudi në këtë vend të lartë dhe i thiri jehudët dhe i tha sot ka lindur Ahmedi. Pra ato e kishin të shkruar në librat e tyre që do të linte ky i dërguar. Pra kjo që tham është transmetim i saktë. Gjithashtu transmetohet nga Abu Nuaim dhe Muhammad ibn Hayyan nga Usama ibn Zeid, i cili ka thënë, thot Zeid ibn Amr ibn Naufel. Do t'ua tregoj historinë e këtij burri, i cili quhet Zeid ibn Amr ibn Naufel. Ky bashkë me disa shokë të tij nuk kanë qenë idhujtar. Ai adhuronin Allahun dhe ishin hanif, pra nuk bënin shirk, ishin larg shirkut. Do të vi më vonë, inshallah, historia e plot e këtij burri, i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka takuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para shpalljes dhe nuk jetoi kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u bë pejgamber. Dhe ky gjurmonte, kërkonte të vërtetën, donte të adhuronte Allahun azza wa jall me fenë e Ibrahimit, por nuk dinte. Dhe ky thot, qale li hibrun min ahbari Sham. Më ka thënë mua, thot, një dietar nga dietarët e Shamit, pra të zonës linjës mesme, siç e kemi thënë. Qad kharaja fi baladika nabi. Në vendin tënd, thot, ka dalë një pejgamber. Apo ai tashti që po flasim është i dalë, pra ka dalë, ka ardhur. Sepse ka dalë ylli i tij. Farji fasaddiqhu wa tabi'hu wa tba'hu. Kthehu dhe besoje atë dhe pasoje atë. Pra kjo është fjala e këtij burri, i cili gjatë rrugës së kthimit ndroi jetë. Pra ky person bashkë me Waraka ibn Naufel, u i them emrat me avash sepse është e vështirë për disa njerëz fillestar që t'i mbajnë mend emrat e në gjuhë tjetër. Waraka ibn Naufel ishte besimtar i cili adhuronte Allahun me fenë e Isait alayhis salam dhe lexonte Injilin. Kto jetonin në Mekë. Ndoshta ka qenë dhe dikush tjetër, Allahu e di më së miri, po këto me siguri. Prandaj këto janë ngjarje që kanë ndodhur kur lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ngjarja tjetër që thot në hadithin e sakt, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ëndra e mamas time kur unë linda, ajo pa një dritë që ndriçoi kështjellat e Shamit. Pra, kjo ëndër që ka parë nëna e tij kur lindi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një dritë që ndriçoi kështjellat e Shamit. Edhe kjo është saksuar me hadith të saktë dhe e vërtetuar, siç do ta tregojmë prapë më vonë. Gjërat e tjera, siç përmendin disa nga ata që merren me histori dhe jo me saktësi, asgjë prej tyre nuk është e saktë, nuk ka hadithe dhe transmetime të sakta. Për shembull, jo u fik zjarri i Mexhuzve, apo të tjera historira, thot Sheikh Albani,
asgjë nga këto nuk është e saktësuar dhe nuk është e vërtetuar, dhe kjo tregon edhe një herë bukurinë e fesë tonë që ne flasim të argumentuar me fjalë të sakta dhe të vërtetuara, dhe njeriu nuk duhet të tregohet euforik dhe të flasi çdo fjalë që dëgjon, por duhet t'i saktësoj fjalët e tij. E tham, përmendëm pra babai i tij quhet Abdullah dhe nëna e tij quhet Amina. Do flasim pastaj edhe për nënën e tij në lidhje, por duam të flasim diçka tani masi lindi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, e mori në kujdestari nëna e vet, edhe gjyshi i vet, Abdul Muttalib, pra të dy kujdeseshin për të. Dhe duke qenë se ishte zakon që fëmijët dërgoheshin në një vend më të pastër nga ajri dhe nga klima, e quan në një vend që quheshe Benu Saad, pra vendi Badietu Benu Saad, pra ai ku jetonte ky fis, dhe e mori përsipër gjithë dhënien e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam një grua e cila quhet Halime. Halime nga fisi Saad. E mbajti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam më shumë se që ishte zakon që e mbanin 2 vjet, ajo e mbajti 4 vjet. Gjithashtu nga ato gra të cilat janë nënat e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam nga gjiri, janë 4. Nëna biologjike është Amina, kurse 4 gratë e tjera, të cilat kur ai ka qenë foshnjë, e kanë ushqyer me gji pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe konsiderohen nënat e tij nga gjiri, janë, e para është Halime e Saadie, pastaj një grua quhet Thuweibe, që ka qenë robresha e liruar e xhaxhait i tij Ebu Leheb. Pastaj është vajza e Halimes, Sheima bintu Halime, dhe kjo ka pranuar Islamin më vonë, radiallahu anha, dhe gjithashtu tjetër është Ummu Ejmen quhet, e cila ishte nga Habeshia, nga Etiopia. Edhe kjo ka jetuar në Islam dhe ka vdekur mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me sa më kujtohet, me disa ditë ose me disa javë. Dhe për këtë ka ardhur një hadith pra Ummu Ejmen, për nënën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë, hyri tek ajo Ebu Bekër Siddiq dhe Umar al-Faruk radiallahu anhum, dhe e gjetën atë që po qante shumë. Atëherë i thanë, mos qaj, domethënë, kaq shumë, sepse ai është i dërguari i Allahut dhe ka shkuar ke Zoti i vet. Ajo tha, unë e di që ajo që e pret të dërguarin ka Allahu është më e mirë se ajo që kishte këtu, por unë nuk përqaj për këtë. Pra unë përqaj sepse unë ndërpre shpallja. Pra ajo
u ndërprer shpallja dhe nuk ka më që të zbresi Gjibrili a.s. me shpallje, dhe kjo e bëri Ebu Bekrin dhe Omerin dhe ata të qajnë me dënes. Allahu qoftë i kënaqur nga këto sahab të nderuar. Transmetohet nga Ibn Ishaku, nga një grup nga sahabët, nga shokët e dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, që i thanë atij: "O i dërguari i Allahut, na thuaj diçka për veten tënde." I tha: "Po, unë jam lutja e babait tim Ibrahimit, jam përgëzimi i Isës, dhe pa nëna ime kur ishte shtatzan me mua, që del prej saj një dritë që ndriçon me të kështjellat e Shamit. Dhe isha duke ushqyer me gji tek Benu Sad ibn Bekr. Dhe ndërkohë që unë isha me vllajën tim pas shtëpive tona, që po kullotnim baktin, vjen dy burra dhe kishin robe të bardha." Në një transmetim thuhet që afrohen dy zoq që ngjanin si dy shqiponja të bardha. Dhe vijnë këto burra, pra me lajket e Allahut, me një tas prej floriri i mbushur me akull, në një transmetim me ujë zemzemit. Dhe më morën mua dhe ma qanë kraharorin, dhe ma nxorën zemrën dhe ndan atë. Pastaj nxorën prej saj një lidhje të zezë, një diçka, një pjesë gjaku të zezë, dhe e hodhën. Pastaj e lanë zemrën time dhe brëndësin time me akull, derisa e pastruan. Dhe tha njëri prej tyre tjetrit: "Peshoje me 10 burra ose me 10 persona, me 10, pra peshoje me 10 nga umeti i tij, nga populli i tij, e peshoja atë dhe rëndoja ai më shumë. Pastaj tha: peshoje me 100 persona nga umeti i tij, e peshoj dhe ai e peshoj më shumë. Pastaj tha: peshoje me 1000 nga umeti i tij, e peshoj dhe rëndoj më shumë. Dhe tha: lëra atë, betohem në Allahun, sikur ta peshosh me të gjithë umetin e tij, do rëndoj më shumë." Pra kjo zinxhiri i transmetimit të kësaj është i mirë dhe i fortë. Pra kjo ngjarje tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë qarë dhe e kanë pastruar zemrën e tij me lajket. Kjo ngjarje ka ndodhur kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte 4 vjeç, siç thon shumica e dietarëve, sepse në këtë moshë ka mundësi njeriu që të kujdeset edhe për baktit, siç ka ardhur në transmetim, ai tha që kujdesesha për baktit me vllajën tim. Dhe fëmijët e tjerë erdhën ke nëna atyre dhe thanë: Muhamedin e vran, sepse pan atë skenë dhe shkuan ke nëna. Dhe pasi lajmërohet Halimja, e merr, e gjen pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me ngjyrë të zbehur, ne kishte ndryshuar ngjyra. Dhe u bë merak nga kjo ngjarje dhe e nisi për ta dërguar ke e jama e tij Amina. Dhe pasi e çoi ke nëna e vet biologjike, i tha: unë e kreva amanetin tim, e bëra detyrën time
Tani po ta dorëzoi dhe ja tregoi ngjarjen që i kishte ndodhur. Është e çuditshme se nëna e tij nuk u friksua nga kjo. Dhe tha, unë kam parë, kur kam lindur këtë fëmijë, një dritë që ndriçon kështjellat e Shamit. Pra dhe kjo transmetim është transmetim i saktë. Dhe thot Enesi radiallahu anhu ke sahihu i Muslimit, e kam parë, thot, shenjat e qepjes, pasi nuk e tham që masi u hap krahërori, u vendos zemra dhe u pastrua dhe u qep. Thot Enesi radiallahu anhu, unë, thot, e kam parë shenjat e qepjes në krahërorin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo ishte një mirësi prej Zotit botëve që ja dha këtij të dërguari. Gjithashtu i ka ndodhur çarja e krahërorit edhe natën që ndodhi Isra dhe Miraxhi, pra udhëtimi nga Meka në Sham ose në xhamin Aksa dhe pastaj nga Shami ose xhamia Aksa në qiellin e 7. Përpara se të ndodhte kjo ngjarje, erdhën 2 melajket dhe i bën të njëjtën gjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk e tham, ja mbushën zemrën me sekine, me qetësi, me mirësi. Kjo ishte ngjarja e çarjes së krahërorit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky bereqet që pan fisi Benu Sad, ku u rrit i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në vogli, pasi ata e majtën 4 vjet, u pa dukshëm kur ai jetoi me ta. Gjithashtu ky fis pati bereqet për dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe më vonë. Edhe jo vetëm familja e Halimes, por i gjithë farefisi. Se kur ndodhi lufta e Hunenit, ata u kapën robër të gjithë dhe pranuan Islamin. Dhe vinë në këtë moment ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkojnë që të ishte bujar me ta, ashtu siç ata e mbajtën dhe u kujdesën kur ishte i vogël. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Amma ma kana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lillahi lakum." Çfarë është e imja dhe e fisit të Abdul Muttalibit është për hir të Allahut e juaja. Pastaj folën ansarët dhe thanë: ma kana lana fa huwa lillahi wa li rasulihi. Çfarë është e jona? Është e Allahut dhe dërguarit tij. Dhe u kthyen në liri të gjithë dhe ishin 6.000 veta. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha atyre bakti dhe pasuri të shumt më mbrapa, ju shpërndau atyre mirësi. Pra përfitoi ky fis edhe në këtë moment vështirësie, përfitoi nga bujaria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si në pra përfituan në këtë botë. Dhe kur njeriu shikon se çfarë kanë përfituar në këtë botë, atëherë besimtari shikon çfarë do përfitoj prej këtij njeriu në ahiret. Allahu na bëft prej tyre. Diçka të themi në lidhje me nënën dhe babain e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kanë ardhur transmetimet që këto të dy, po ashtu edhe gjyshi i tij, kanë qenë idhujtar.
Dhe juve mund të keni dëgjuar që Allahu subhanahu wa taala personat të cilët nuk u ka shkuar shpallja do sprovohen në ditën e gjykimit, quhet ehlul fetra, pra quhen ato njerëz. Por kjo nuk është për gjithë njerëzit e botës. Arabët i kishte shkuar edhe dinin fen e Ibrahimit a.s. Dhe personi që e ndryshoi atë u thash mësimin e kaluar. Në mesin e banorëve të Mekës kishte njerëz që adhuronin Allahun të vetëm dhe nuk bënin shirk, siç është Amr, Zeid ibn Amr ibn Naufel. Kishte njerëz që ndoqën fen e Isait a.s. si Waraka ibn Naufel. Prandaj argumenti është ngritur për disa që pretendojnë që të gjithë ata që kanë jetuar në këtë kohë nuk kanë pasur dieni. Kanë pasur dieni, derisa kanë ekzistuar njerëz besimtar të tillë, ata adhuronin idhujt. Prandaj ka ardhur një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një vend që quhet Wadan tha: qëndroni në vendin tuaj derisa unë të kthehem. Pastaj shkoi dhe u kthye dhe ishte i rënduar. Tha: unë shkova ke varri i nënës së Muhamedit, pra nënës time, dhe i kërkova Zotit të ndërmjetësoj dhe më ndaloi nga kjo. Prandaj unë ju kisha ndaluar më parë nga vizita e varreve, tani vizitojni ato. Në një transmetim, në një hadith tjetër e transmeton Muslimi, nga Abu Huraira radiallahu anhu, ka thënë: ka vizituar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam varrin e nënës tij dhe qau dhe bëri për qarë të gjithë ata që ishin rreth tij. Dhe tha: istadhantu rabbi fi ziyarati qabri ummi fa adhina li. I kërkova leje Zotit tim në vizitën e varrit të nënës time dhe më lejoi. Wasta'dhantu fi al-istighfari laha fa lam ya'dhan li. I kërkova leje t'i kërkoj falje dhe nuk më dha leje. Fazurul qubur tudhakirukumul maut. Vizitoni varret që të kujtoj vdekjen, që kujtojnë ato vdekjen. Ju kujtoj edhe me ajetin që Allahu subhanahu wa taala thot për babain e Ibrahimit alayhis salam, i cili ishte ai që i bënte idhujt. Nuk i bëri dobi qenia baba i një prej dërguarve më të mirë të Allahut, Ibrahimit alayhis salam. Prandaj që njeriu duhet të radh parë të adhurojë Allahun një të vetëm, të ruhet nga shirku, të mos adhurojë askën tjetër përveç Allahut, sepse nuk i bën dobi prej ardhja. Nuk ka tek Zoti që ti je me prejardhje të tillë dhe të përfitosh. Njeriu duhet të jetë adhurues vetëm i krijuesit të tij, vetëm i Allahut. Prandaj këtu shikohet rëndësia e tauhidit, pra rëndësia e veçimit të Allahut në adhurim, dhe shikohet rrezikshmëria e shirkut. Kjo fe është e vjetër
që nga Ademi a.s. e deri më sot. Prandaj, të gjithë njerëzit të cilët duan të shpëtojnë në botën tjetër, nuk duhet të bëjnë shirk, duhet të mësojnë të adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe të mësojnë rrugët që shejtani mund t'i çojë në shirk. Dhe duhet na vi keq për njerëzit tanë të afërm, të cilët shkojnë në për tyrbe, në për teqe, në për kisha laçi, në për etj, ose ato njerëz që vëjnë kukla, ose patkoj, ose hudhra, ose këto dhe thonë që kjo do na ruaj ne, pra këto të gjitha janë nga llojet e shirkut. Duhet t'i këshillojmë njerëzit, duhet na vi keq për këtë rrugë që të ndjekin ata, dhe duhet t'i urdhërojmë që të adhurojnë vetëm Allahun dhe t'i largohen shirkut. Pra thamë që tek arabët kishte dituri, por ata që zgjodhen të adhuronin idhujt nuk i bën kjo, pra që të por do thoni ju disa njerëz që nuk u ka shkuar shpallja. Ato njerëz që nuk ka shkuar shpallja kanë ardhur hadithe të sakta që Allahu Azza wa Jall do t'i sprovojë këto njerëz në ditën e gjykimit. Do t'i sjellë pejgamber në ditën e gjykimit. Kush e beson atë do të shpëtojë dhe kush e mohon do të humbi. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Dhe ne nuk dënojmë askënd derisa t'i dërgojmë të dërguar. Ata zgjodhen idhujtarinë dhe nuk zgjodhen fenë e Isait a.s. Zgjodhen idhujtarinë dhe nuk zgjodhen fenë e Ibrahimit a.s. Nuk interesoheshin për të. Ka shumë njerëz sot që nuk interesohen. Prandaj mirë për ta nëse nuk interesohen ditën e gjykimit. Të mos shpresojnë që janë farefisi filan apo farefisi alan. Kjo është gjëja më e thjeshtë dhe më e lirë që mund ta bëjë njeriu. Allahu Azza wa Jall do t'i kërkojë llogari njeriu ditën e gjykimit. Sikur ta kesh dynjan tënde do ta japësh për shpëtuar, do thot po. Thot unë të kërkova një gjë më pak se kjo, më të lehtë se kjo dhe nuk e dhe. Që ta adhurosh vetëm Allahun dhe mos i bësh shirk. La ilaha illallah. Prandaj nuk duhet të ecim me eufori, siç ecin disa grupe të humbura që thonë fjalë ndryshe nga kjo për familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët nuk kanë pranuar Islamin dhe kanë qenë përpara. Pra sikur të ishte kjo fe e shpikur nga Muhamedi alayhis salam, të paktën të kjo ngjarje do ta ndryshonte. Po kjo tregon që është nga krijuesi i qiellit dhe i tokës dhe çdo gjë është e vërtetë dhe e saktë. Nuk ka që të flasi ky i dërguar nga mendja e tij, thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dhe ai nuk flet nga mendja e tij, por është shpallje që i shpallet. Më duket se kam harruar diçka që doja ta thoja, po e kujtova në mësimin tjetër inshallah. Allahu u shpërbleft me të mira për durimin. Nëse ka diçka që e kemi thënë gabim, e përsëris gjithmonë që të na shkruajnë vëllezërit dhe motrat, që ta korrigjojmë në mësimin e ardhshëm. Shpresojmë që të kemi qenë sa më të saktë. Allahu u shpërbleft me të mira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.